Rendimenti është mesatara që 5.5, 5.3 është. Po nuk kemi të kënaqur me çnimin që ka bërë, shumë i dobët është. Është diku 17 cent, 18 cent po cilët. A i keni marrë subvencionet nga Ministria e Bujqësisë? Vitin e kalum po, për si vjet tash hala s'kan ardhur me këshurës. Po shumë shkëlqyeshëm, për ky 2025 shumë është i mirë është. Në vitin e ardhshëm tani nuk t'jep edhe vullnet për me mjall në vitin e ardhshëm. Nëse unë 17 cent Sa ka qenë çmimi vitin e kaluar? 21, 22, prej 20, 21. Na kemi për çet vit kemi prit, më kon për 22 për 23. Kemi filluar kurrjet peri datës 25 qershor. Kemi përfunduar deri më tash rreth 12 katune në komunën e Prizrenit, në komunën Soarekës dhe tash jemi në komunën e Ravecit, jemi në përfundim. Dita e sotme është dita e fundit në komunën e Optërushës. Siç po shihet jemi këtu me 7 autokomboja. Sot është dita e fundit, përfundimi i katunit Optërush. Me derivatet them çmimin është për autokomboja, mendoj që çmimi është i shtrejt. Është njësoj sikur ato me kere luksuze, sikur me komboja çmimi i naftës për autokombajner është çmimi pak i lartë. Sa është çmimi? 1.18, 1.20 është për momentin që po flit. Kisha bë apel nga Ministria e Bujqësisë, kohën e fundit ka pas edhe media që është bërë djegja e grurit. Mua personalisht më kanë djegë afër 12 hektarë me grur, 11 hektarë, afër 12 hektarë. Kam bë korën ato ku jenë pështuar rreth 5 hektarë. I shkon mirë, jo vetëm mua, por ka pas edhe djegje tjera. I shkon mirë në ndimes sa do pak me kon bëj apel nga Ministria e Bujqësisë që të ketë në ndimes sa do pak një zbujtje të ketë për fermer. Vitin paraprak kemi marrë subvencionet, këtë vit ende, as nuk kemi marrë, as nuk jemi dalë me këshyr, as. Për dallim nga viti i kaluar, këtë vit ka diçka më tepër sipërfaqe kultivuese me grur, që sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë janë diku rreth 70.000 hektar, ndërsa prodhimi për njësi sipërfaqësore përkatësisht rendimenti sillet prej 4.5 deri në 5.5 ton, varësisht nga ngastra, varësisht nga agroteknika që është zbatuar, por jo me një dallim të madh nga vitet e kaluara. Me këtë sasi të prodhimit, Kosova dukshëm plotson diçka më tepër nevoja ushqyese dhe do të mbarmi nga një sasi më e vogël e importit, e cila sigurisht do të jetë prezente sikurse në vitet e kaluara. Kërkojnë nga digasteri përkatës në një koordinim të plot në pushtetet lokale që t'ju dalin në ndihmë fermerëve për kompenzimin që kanë pësuar nga fatkeqësitë elementare.